Dita ime fillon duke marrë Kuranin, duke thënë lutjet e mia për mbarësi, për shëndet, për të mirë familjes dhe fëmijëve të mi, dhe të gjithë njerëzve. Dëshiroj që ata të kthejnë besimin në Zot. Që në vitin 1997 që vazhdoj dhe shes libra këtu te zona e Nënkatshë. Një ditë mia fillon që në orën 7 dhe përfundon në orën 4 mbasditë. Faleminderit o Zot për jetën dhe shëndetin që ke falë mua dhe familjes time deri më sot. Babai im ishte shumë besimtar. Edhe pse sistemi e ndalonte besimin në Zot, ai prapë jo vetëm që nuk e la atë, por edhe na e transmetoi ne fëmijëve çdo ditë javës. Vetëm kur bie shi, atëherë jam i detyruar të mos i ha. Është punë e lodhshme, por unë jam mësuar që e bëj për herë dhe kjo është një lloj fiskulture që mua më bën mirë. Edhe lodhem, sidomos mbyllja mbasdite më lodh me thënë drejtën se më duhen gati 2 orë. Tani për mua është libri më i preferuar sepse ai të tregon rrugën e jetës, të ndriçon jetën, të mbron nga të këqijat, edhe të pastron shpirtin, që ti duhet bazohesh vetëm te puna me djerës, thosh babai im, gjysmën ta merr shejtani dhe gjysma ti mbetet s'mbarohet kurrë.